Era natë sfërshëlej lehth me spemëve të oborit, por brenda shtëpisë së vjetër me tula të kuqe, ajri ishte i rënd dhe i ngarkuar. Unë rria ullur në divan me duart të shtrënguara mbi gjunjë, duke dëgjuar tik-takun e orës së murit. Vjera ime, zonja Marinella, qëndronte në këmbë para meje me krajet e kriqëzuar mbi gjoks. Sytë e saj të mprehtë më shponin në errësirën e dhomës së ndenjës, ku vetëm një lambe vogël në tavolinë hifte dritë. E di çfarë duhet të bësh, tha ajo me zë të ulët por të prerë. Nuk mund të vazhdoj më kështu. Djali im është larg dhe kjo shtëpi ka nevojë për një burr. Gjithçka kishte nisur një javë më parë, kur burri im, Klajdi, ishte nisur për në një udhëtim pune jashtë vendit. Ai do të qëndronte larg për të patën një muaj. Dhe unë, si nuse e re, kisha mbetur në shtëpinë e tij të familjes, me vjerën dhe kunatin, Artanin. Artanini ishte një djalë i heshtur, disa vjet më i madh se unë, me duar të mëdha dhe një vështrim që shmangjej gjithmonë kur unë hyja në dhomë. Ne kishim follur vetëm sa për të qenë të sjellshëm, asgjë më shumë. Por këtë natë gjithçka ndryshoi. Vjera më thiri në dhomën e saj, një dhomë që mbante erë pluhuri dhe bimësh të thara. Ajo më tregoi një fotografi të vjetër, të verdhë nga koha, ku shihej një burr i panjohur duke qëndruar pranë një gruaje që i ngjante asaj. "Ky është i vëllai i Klajdit që vdiq", tha ajo duke më shpuar me sy. "Dhe kjo jam unë. Ne e dinim se çfarë donim dhe nuk prisnim. Ti tani je pjesë e kësaj shtëpie. Dhe pjesë e kësaj shtëpie do të thotë të kuptosh rregullat." Më tregoi një dhomë të vogël në fund të korridorit, një dhomë që unë e kisha parë gjithmonë të mbyllur. Aty brenda, tha ajo, ishte e kaluara e familjes dhe e ardhmja. Më tha se Artani kishte nevojë për mua, jo si kunat, por si një lloj lidhjeje që do ta mbante atë të qetë. Doja të qesha, por fytyra e saj e akullt më ndaloi. "E di që nuk e ku të shkosh", vazhdoi ajo. "Babait ka borxhe dhe ne i mbulluam. Tani do të bësh atë që të them." Ajo më tregoi një dhomë tjetër, në katin e dytë, një dhomë që dikur ishte e Artanit. Më tha të shkoja atje natën, kur ora të bënte 12. "Do të presësh derisa ai të flej", tha ajo, "dhe pastaj do të bësh atë që një grua e mirë bën për të qetësuar shtëpinë." Nuk e kuptoja. Apo ndoshta e kuptoja, por truri im refuzonte ta pranonte. Kjo ishte marrëzi. Por vjera ime nuk ishte lloji i gruas që pranon një jo. Ajo ishte si një trung i vjetër, i rrënjosur thellë, dhe çdo fjalë e saj ishte një urdhër. Natën e parë qëndrova zgjuar deri në mesnatë, duke dëgjuar rrahjet e zemrës sime që mbushte dhomën. Më në fund, me këmbë të ngurta, u ngrita dhe eca nëpër korridor. Dera e vëmës së Artanit ishte pak e hapur. Brenda, drita e hënës depërtonte nga perja e hollë. Artani flinte me shpinë nga dera me frymarrje të rregullt. Qëndrova aty duke mos lëvizur për ato që më dukën orë të tëra. Pastaj dëgjova hapa pas meje. Vjera. "Mos rrisi shtyl", më pëshpëriti ajo në vesh. "Hyr brenda, ai nuk do të zgjohet. Dhe nëse zgjohet, ti do të jesh aty." Ishte një natyrë e çuditshme. Unë hyra. U ula në skajin e krevatit me duar që më dridheshin. Artani nuk lëvizi, por Vjera nga dera më shikonte. Ajo nuk u largua derisa unë nuk u shtriva pranë tij, duke lënë një hapësirë të vogël mes nesh. "Ishte mirë", tha ajo të nesërme në mëngjes, duke më parë me një buzëqeshje të hollë. "Do ta bësh përsëri." Dhe kështu vazhdoi. Çdo natë Vjera më shtynte te dera e vëmës së Artanit. Ishte sikur ajo të donte të krijonte një lloj lidhjeje të padukshme, një ritual që do ta bënte mua pjesë të pandashme të familjes, jo si nuse e Klajdit, por si diçka tjetër. Nuk ndodhi asgjë fizike mes meje dhe Artanit, të paktën jo në fillim. Ne thjesht qëndronim aty, në errësirë, duke dëgjuar frymmarrjen e njëri tjetrit. Por dora e tij, një natë, u shtri dhe preku dorën time. Ishte një prekje e lehtë, një prekje pyetëse. Dhe unë, në atë moment, nuk e tërhoqa. Ajo prekje u bë rutinë. Një dorë që kërkonte tjetrën në errësirë, një shkëmbim ngrohtësie që nuk fliste kur.
Vjera nga dera e shihte këtë dhe tundi kokën me kënaqësi, sikur po shikonte një plan që po zbatohej në mënyrë perfekte. Pastaj, një natë, kur hëna ishte plot dhe dhoma ishte më e ndriqme se zakonisht, Artani u kthye nga unë. Sytë e tij ishin të hapur, ai nuk fliste. Ai më shikonte thjesht me një vështrim që unë nuk e kisha parë kurrë. Ishte një vështrim i përzier, me diçka të egër dhe të butë njëkohësisht. Dora e tij nuk u ndal vetëm në dorën time. Ajo u ngjit ngadalë, duke përshkruar një hark mbi krahun tim, duke u ndalur në supin tim, duke luajtur me skajin e këmishës së natës. Frymarrja ime u ndal. Zëri i vjerës nga dera ishte një përshpritje e largët. Tani e kupton? Kjo është shtëpia jote. Ky është roli yt. Gishtat e Artanit u ngjitën më lart. Ata përshkuan qafën time, duke lënë pas një ndjesi të ngjehtë dhe u ndalën në buzën time. Ata prekën buzën time të poshtme, si një pyetje e heshtur. Sytë e tij nuk më lëshonin, dhe unë, si një kukur pa fije, e lash veten të tërhiqesha. Nuk ndodhi asgjë më shumë atë natë, por linja ishte kalluar. Ai më kishte prekur në një mënyrë që ishte më shumë se një dorë që kërkon ngushëllim. Ishte një prekje që fliste për diçka tjetër. Dhe vjera, e kënaqur, u tërhoq nga dera dhe mbylli atë. Herët në mëngjes, para se të zbrisja për mëngjes, vjera më thiri. Ajo ishte ullur në kuzhinë, duke pirë kafe me një buzëqeshje triumfuese. E sheh? Tha ajo. Nuk ishte aq e vështirë. Një grua e zgjuar e di se si ta mbaj familjen të bashkuar. Ti tani je e lidhur. Jo vetëm me Clydein, por me të gjithë ne. Artani do të jetë i qetë dhe ju do të keni një sekret. Dhe sekretet, nusja ime, janë ato që na mbajnë të fortë. Unë nuk u përgjigja. Në gojë kisha një shije të hidhur. Por kur Artani zbriti shkallët, sytë e tij u takuan me të mijat. Ai nuk u turprua. Ai buzëqeshi lehtë. Dhe unë e kuptova se tani, për vjerën, unë isha më shumë se nusja e djalit të saj. Isha një pjesë e një lloje të ftohtë, një marrëveshje e heshtur, ku kufit ishin fshirë dhe unë isha bërë një lidhje mes dy vëllezërve në mënyrën më të paligjishme. Rrobat ishin të njëjta, por mënyra si i mbanim ishte ndryshe. Një prekje e padukshme, një ndarje në dhomën e errët dhe tani diçka që kërkonte të ndodhte. Vjera e dinte. Ajo e kishte planifikuar. Dhe unë, pa dashur, e kisha pranuar. Dhe gjëja më e keqe ishte se, në atë errësirë, nuk mund të thoja me siguri nëse po e bëja për t'i shpëtuar klithmës së saj, apo për veten time. Historia përfundon këtu, në atë mëngjes, me ndjenjën se dera që Vjera kishte hapur për mua, tani ishte mbyllur dhe unë isha brenda, duke pritur të shija se çfarë do të kërkonte ajo natën tjetër. Dhe ajo që nuk thuhet, ajo që mbetet në atë dhomë të errët, është ajo që ndodhi kur dora e Artanit gjeti rrugën e saj dhe unë pushova së luftuari.